Krau i djathtë i Emiliano Shullazit, Gilman Dodani, është ekzekutuar në një atentat mafios pas ditën e së martës pranë aeroportit të Rinasit. Ai po lëvizte së bashku me një person tjetër, me një automjet tip Benz me ngjyrë të bardhë, kur autorët, të cilët lëviznin me një tjetër automjet, i kanë zënë prit dhe i kanë qelluar me breshëri plumbash. Gilman Dodani ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa personi tjetër, i cili udhtonte me të, shtetasi me inicialet MSH, është transportuar në spitalin e traumës dhe mësohet se është në gjendje të rëndë shëndetësore. Besohet se autorët i kanë vëzhguar viktimat dhe më pas kanë qelluar në drejtim të kraut të pasagjerit, aty ku ndodhej edhe shënjestra e tyre Gilman Dodani. Viktima kishte mbetur i bllokuar dhe u desh që policia të ndërhynte duke thyer xhamin e automjetit. Në njoftimin e policisë, bëhet e ditur se rreth orës 14:20 tek rrethrotullimi në afërsitë të aeroportit, dyshohet se është qelluar me armë zjarri drejt një automjeti me cilin po lëviznin shtetasit MSH rreth 40 vjeç dhe GD rreth 47 vjeç. Si pasojë ka humbur jetën shtetasi GD dhe është plagosur shtetasi MSH, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve në gjendje të rëndë shëndetësore. Shërbimet e policisë kanë rrethuar zonën, kanë ngritur pika kontrolli dhe vijojnë punën për kapjen e autorëve. Ndërkohë grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Në një tjetër deklaratë, shërbimet e policisë bëjnë të ditur se gjatë kontrollit të zonës në fshatin Alil, kanë konstatuar duke u djegur një automjet tip Toyota, që dyshohet se është përdorur nga autorët e ngjarjes së ndodhur në Rinas. Në automjetin janë konstatuar 4 armë zjarri që dyshohet se janë përdorur në këtë ngjarje. Armët do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore. Autorët dyshohet se janë larguar në drejtim të fushkrujës dhe kanë qenë me një mjet tip Toyota. Dani u ka shpëtuar më parë edhe 2 atentateve të tjera, një në vitin 2011 dhe një tjetri në 2015. Gilman Dodani u dënua me 12 vite burg në nëntor të vitit 2018 si pjesë e grupit të Shullazit për akuzat e gjobvënies dhe krijimit të grupit të strukturuar kriminal. Ai u lirua në vitin 2023 pasi kreu 3 të 4 e dënimit.